Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu edicionin ton informativ. Federata Panshqiptare Vatra kremtoi 28 nëntorin. Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra, Krenaria Trashëgimia e Shqiptarëve në SBA, mblodhi një festë madhështore e komunitetit shqiptar nga Amerika, Kanada, Evropa, Shqipëria, Kosova dhe gjitha trojet. Ngjarja shënoi një gëzim në nderim të 113 vjetorit pavarësisë së Shqipërisë dhe ditës së flamurit kombëtar, duke rikthyer ndjenjën e bashkimit rreth simboleve dhe historisë sonë. Ceremonia e mbështetur gjithësisht nga degët e Vatrës në Michigan, Florida, Utah, Long Island, North Jersey, New Jersey, Hartford, Ridgewood, Westchester, Putnam, Queens dhe Hudson Valley tregoi fuqinë bashkuese të Vatrës, si qendër shpirtërore shqiptarëve në Mërgat. Festa nisi me vallën e flamurit të interpretuar nga grupi Rosafati në drejtimin e koreografes Angelina Nika, ndërsa himnet e Shtetit Bashkuar të Shqipërisë kënduar mjeshtërisht nga tenori Julian Gojdeshi. Në bekimin e darkës, Dom Pjetër Popa lartësoi figurat e pavarësisë dhe sakrificën e burrave dhe grave që mundsuan shtetin shqiptar. Kryetari i Vatrës, doktor Elmi Berisha, në fjalën e tij përshëndetse, theksoi se zemrat e shqiptarëve rrajnë njësoj kudo ku flitet shqip. Ai falenderoi kontributit dhe vuri në dukje disa prej arritjeve të Vatrës, forcimin e komunikimit me institucionet amerikane, organizimin e 10 aktiviteteve kulturore akademike, misionet e punës në trojet shqiptare dhe botimin e enciklopedisë së Vatrës në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave. Ambasadori i Shqipërisë në Washington, Ervin Bushati, vlerësoi rolin historik të Vatrës në mbrojtjen e çështjes kombëtare. Princ Leka II, i shoqëruar nga zonja Blerta Celibashi, kujtoi lidhjet e ngushta historike mes familjes mbretërore dhe Federatës Vatra, duke nderuar kontributin e diasporës shqiptare. Atmosfera festive u pasurua nga kori dhe orkestra Kënga Jon dhe nga grupi Rrënjët Shqiptare, nga artistët Alberia Hadergjona, Gëzim Nika dhe Julian Gojdeshi. Një vend të veçantë zuri dhe paraqitja e veshjeve tradicionale shqiptare nga alketa këtona veshji, si dhe pasuritë të çmuara të kulturës sonë kombëtare. Në përshëndetjen e tij, Peshkopi Nikodhim vlerësoi mikpritjen e komunitetit shqiptar dhe rolin e Vatrës në forcimin e lidhjeve ndërfetare shoqërore. Kryetari i Deçanit, Bashkim Ramosaj, kujtoi simbolikën e nëntorëve historik nga Skënderbeu tek Ismail Qemali e Adem Jeshari, ndërsa Kolit Sëndoja, kryetari i Këshillit të Vatrës, theksoi unitetin e diasporës dhe mesazhin që kombi shqiptar është një. Festivali i librit Albanian Book Fest e vlerësoi doktor Pashko Camaj, ndërsa udhëheqës të komunitetit Simon Dirakaj dhe bashkëpunëtorët e tij shprehen mirënjohje ndaj degëve të Vatrës për realizimin e kësaj mbrëmje të paharrueshme. Në këtë 28 nëntor, Vatra dëshmoi sërish se mbetet institucioni më përbashkues i shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara, një urmes traditës kombëtare dhe brezave të rinj. Me përkushtim e dinjitet, ajo vazhdon misionin e nisur në vitin 1912, ruajtjen e identitetit, gjuhës, shpirtit shqiptar në nderim të themeluesve të shtetit dhe të Federatës Vatra. Vazhdojmë me lajme nga SBA. Trump, hapësira ajrore e Venezuelës duhet konsiderohet e mbyllur. Presidenti Donald Trump deklaroi se hapësira ajrore mbi dhe rreth Venezuelës duhet konsiderohet e mbyllur në tërësinë e saj. Një bojim që ngriti më shumë pikpyetje mbi presionin amerikan ndaj udhëheqësit venezuelian Nicolas Maduro. Qeveria e tij akuzoi Trumpin për një kërcënim kolonial dhe përpjekje për minuar sovranitetin e vendit të Amerikës së Jugut. Shtëpia e parë nuk u përgjigj pyetjeve nëse deklarata e Trumpit në platformën Truth Social nuk kuptonte një politikë të re apo thjesht përforcim të mesazhit fushatës së tij kundër Maduros, e cila ka përfshirë disa goditje të detit në Karaibe, në Oqeanin Paqësor lindor ndaj varkave të vogla të akuzuar për transport droge, si dhe rritjes së pranisë së forcave dhetare në rajon. Më shumë se 80 persona janë vrarë në këto operacione qysh prej fillimit shtatorit. Presidenti republikan i dërtoi thirrjen për një bllokadë ajrore, linjave ajrore, pilotëve, trafikantëve të drogës dhe trafikantëve të qenieve njerëzore, dhe jo vetë Maduros. Qeveria e Venezuelës tha se dënon fuqishëm pretendimin e Trumpit për mbylljen e hapësirës ajrore dhe cilësoi atë si një kërcënim kolonial që synon të minojë integritetin territorial, sigurinë ajrore dhe sovranitetin e plotë të vendit. Bisedimet për paqe në Ukrainë. Trump dërgon 3 besuarët e tij për diskutimet me delegacionin e Kievit. Është intensifikuar ndjeshëm lëvizja diplomatike mbi çështjen ukrainase pas planit me 20 pika që paraqiti presidenti amerikan Donald Trump. Delegacioni negociator i Ukrainës, kryesuar nga ish-ministri i mbrojtjes Rustem Umerov, mbriti dje në Shtetet e Bashkuara për bisedime vendimtare. Sipas një zyrtari amerikan, sekretari amerikan i shtetit Marco
Rubio bashku me dërguarin special presidentit Steve Witkoff do të takohen me zyrtarët e Ukrainës sot në Florida. Një takim do të jetë i pranishëm dhe Jared Kushner të ndihmoj presidentit amerikan pas prezantimit nga Donald Trump të një plani për t'ju dhënë fund luftës midis Ukrainës, Rusisë, shtoi zyrtari. Më herët gjatë ditës, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se negociatorët e Ukrainës do të udhtojnë drejt Shtetit Bashkuar për të diskutuar këtë plan. Zelensky deklaroi se negociatorët u nisën për në Washington për të kërkuar një paqe të denjë dhe një përfundim sa më të shpejtë të luftës së nisur nga Rusia në vitin 2022. Detyra është e qartë, shkruaj në platformën X, të përpunohen shpejt dhe në mënyrë thelbësore hapat e nevojshëm për përfundimin e luftës. Ndërkohë, shkarkimi e Andriy Yermak, bashkëpunëtorit fuqishëm me të afërt Zelenskit për shkak një çështje korrupsioni, po shkakton tronditie politike në Kiev në një moment kur Ukraina duhet zhvillojë një betejë të ndërlikuar diplomatike. Pas dorëheqjes së Yermak, presidenti Zelensky caktoi Rustem Umerov, sekretarin e Këshillit Sigurisë Kombëtare të Mbrojtjes së Ukrainës. Moldavia mbyll përkohësisht hapësirën ajrore pas depërtimit të dronëve rus në territor. Presidentja sulmi hapur, Moldavia, e cila ndal kufi toksor me Ukrainën, mbylli për një periudhë të shkurtër hapësirën e saj ajrore pas një tjetër depërtimi të dronëve në territorin e saj, njoftoi Ministria e Mbrojtjes. Presidentja moldave dënoi incidentin duke cilësuar atë si një sulm të hapur të Rusisë kundër vendit fqinj. Kjo ishte Republikë Sovjetike që synon të bashkohet Bashkimit Evropian, ka raportuar vazhdimisht shkeljet të hapësirës së saj ajrore qysh prej fillimit të pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të 2022. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, hapësira ajrore e Moldavisë u mbyll përkohësisht për rreth 1 orë e 10 minuta mes orës 22:43 dhe 23:53 me orën lokale si masë emergjente pasi 2 dronë pa njohur fluturuan ilegalisht mbi territorin kombëtar duke paraqitur kërcënim të menjëhershëm për sigurinë ajrore. Ministria njoftoi se dronet e tipit Gerbera model rus nuk kapen nga radaret moldav, por hyrja e tyre konfirmua nga autoritetet kufitare ukrainase. Nga Ministria e Brendshme po e ditës nuk u gjet asnjë objekt apo mbetje që përbënte rrezik për popullsinë. 2 avionet komercial nga Parisi dhe Barcelona me destinacion Kishinovin u devijuan drejt një aeroporti në Rumani, ndërsa një tjetër avion që po përgatitej të nisej nga Kishinovi u mbajt përkohësisht në tokë. Moldavia dënon ashpër këto veprime të palishme dhe të rrezikshme, të cilat vun në rrezik sigurinë e fluturimeve civile dhe jetët e qytetarëve, deklaroi Ministria e Mbrojtjes, duke i cilësuar shkeljet si akte armiqësore. Gjatë rrugës për të vrarë civil, dronët rusë kanë shkelur sërish të hapësirën ajrore të Moldavisë, ne i dënojmë këto sulme dhe qëndrojmë në krah të Ukrainës. Airbus ka kërkuar përditësimin e softuerit të kontrollit të aeroplanëve të saj të tipit A320 pas një incidenti që mund të jetë shkaktuar nga një aktivitet i fortë i rrezave diellore, i cili ka rrezikuar dëmtime serioze në sistemet e avionit. Vendimi ka bllokuar efektivisht përdorimin e mbi 6.000 aeroplanëve në mbar botën, pasi kompjuterët e bordit janë thelbësor për funksionet kritike gjatë fluturimit. Përveç përditësimit të softuerit, mund të jetë i nevojshëm dhe një realizim apo riaktivizim i hardwareit, gjë që do të shkaktojë ndërprerje të mëdha në operacionet e fluturimit. Na vjen keq për shqetësimet e shkaktuara dhe do të punojmë ngushtë me operatorët duke vendosur sigurinë si prioritet absolut të prodhuesi avionëve. Vendimi erdhi pas incidentit të 30 tetorit kur një aeroplan A320 në fluturim mes Meksikës dhe SBA-s filloi të zbresë pa kontroll për disa sekonda gjatë fazës së kurrizit me autopilotin aktiv para se të rikthehej në lartësi normale. Rreth 15 persona pësuan lëndime gjatë incidentit. Përditësimet dhe kontrollet mbi Airbus A319, 20 dhe 21 do të fillojnë më 30 nëntor dhe do të kërkojë 3 orë dhe disa javë në varësi të kompleksitetit të çdo aeroplani. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se një delegacion i shtetit të tij udhëhequr nga sekretari i Këshillit të Sigurisë Rustem Umerov është nisur te Shtetet e Bashkuara për të vazhduar bisedimet për arritjen e një marrëveshje për të dhënë fund luftës me Rusinë. Umerov u vënë në krye delegacionit të Ukrainës pas si kryenegociatori paraprak shefi i stabit të Zelenskit Andriy Yermak dha dorëheqje një ditë më parë
pasi hetuesit kundër korrupsionit pasdisën zyrën në shtëpinë e tij. Zelenski tha se për që rezultatet e takimeve të mëhershme me SBA-n në Gjenev që u zhvilluan fundjavën e kaluar tani konkretizohen në bisedimet e së dielës. Këto takime i mundsuan Ukrainës që të paraqes propozimet e saj pasi sekretari amerikan i ushtrisë Dan Driscoll paraqiti propozimet amerikane tek udhëheqësit në Kiev pothuajse 2 javë më parë. Rustem dorëzoi një raport dhe detyra është e qartë, punojmë shpejt me substancë për hapat e mëtejshëm për të përfunduar luftën, tha Zelenski në X. Yermak i tha New York Post disa orë pas dorëheqjes se po shkon në front. Jam një njeri i ndershëm dhe respektueshëm, tha ai. Ukraina po përballet me presion nga Washingtoni për të pranuar kushtet e një marrëveshje paqe, ndërsa Zelenski gjendet në situatën më të vështirë politike dhe ushtarake qysh nga ditët e para të pushtimit rus. Përgjaket e premtja e zezë në SBA, të shtëna me armë dhe 3 plagosur në qendrën tregtare në Kaliforni, ulurima, vrap dhe frikë. Dyshohet se paniku shpërtheu në një qendër tregtare të mbushur me njerëz në Santa Clara të Kalifornisë të premten e zezë në Black Friday, ku një burr i panjohur hapi zjarr brenda qendrës tregtare Valley Fair Mall. 3 persona, një burr dhe një grua dhe një vajzë 16 vjeçare u plagosën nga të shtëna dhe u dërguan në spital sipas policisë. Policia e San Jose evakuoi menjëherë qendrën tregtare, ndërsa videot që qarkulluan në media sociale kapën 10 konsumatorë që vraponin në panik drejt dalëve. Sipas dhënësit të policisë rreshterit Jorge Garibay, incidenti nuk duket se ka pasur shënjestër qytetar të rastësishëm, por dyshohet se është shkaktuar nga një grindje midis 2 individëve. Vazhdojmë me lajme të tjera. Shqipëria nuk u çlirua as me 28 as me 29 nëntor. Studiusi gjerman i fundit iku ditën e Krishtlindjeve. Dita e çlirimit fijon të shkaktojë diskutime mes 2 krahëve politik në vendin tonë, me të djathtët që thonë se vendi u çlirua me 28 nëntor dhe të majtët që festojnë çlirimin me 29 nëntor. Debati në lidhje me datën kur është çliruar Shqipëria vijon për dekadash tashmë, ndërsa dhe partitë politike janë të ndara midis 28 dhe 29 nëntorit. Historiani Ferit Duka shprehet se gjithçka është e qartë për historianët, duke sqaruar se si datë e çlirimit duhet njëhet 28 nëntorit, ditë kur në Tiranë hyn udhëheqësit e kohës të mbajtën fjalimet respektive. Ai ka sqaruar se debati ka lindur më vonë, pasi Partia Komuniste ka ndruar datën me qëllim që figurës të Enver Hoxhës mos i bënte hije figura Ismail Qemalit. Ditë me simbolike dhe domethënie të jashtëzakonshme, referencë themelore historike që bashkon shqiptarët. Unë nuk jam i periudhës së luftës që të bëj diskutime kompetente për fundin e luftës. Debatat më duken në mënyrë të kotë. Kjo sepse ne nuk duhet diskutojmë se kur iku Gjermani i fundit apo kur në të vërtetë është çliruar vendi. Këto janë të qarta, me 28 nëntor u çliruar Shqipëria, Partia Komuniste dhe Hoxha hyn triumfalisht në Tiranë dhe mbajtën fjalime. Kjo për mua është e volosur, thot historiani. Më pas udhëheqja komuniste reflektoi që datë vetëm të kishte edhe lufta, Hoxha donte mos bëj pjesë e hije Ismail Qemalit, tha ai. Por sa i përket kohës kur iku Gjermani i fundit, studiusi Arman Plaka, i ftuar në Euronews Albania, zbuloi kujtimet e një ushtari gjerman të njësitit të fundit që ka luftuar në vendin tonë, të botuara nga i biri pas vdekjes së tij, tregojnë se gjermanët e fundit janë larguar nga vendi jonë ditën e Krishtlindjeve. Ka një paragraf që ngre më e bukur është se nuk vërtitet as 28 as 29, por shtyhet gati një muaj më vonë në Krishtlindjen e vitit 1944. Djali është marrë vetë me botimet e kujtimeve të babait. Ai ka shkruar konkretisht që ndodhi pikërisht në natën e Krishtlindjeve, ku njësia e fundit gjermane kaloi Krishtlindjen në vitin 1944 ku kufinin shqiptar me malin e zi. Nuk bëhej fjalë për festimin kësaj here, pasi nuk kishim asnjë çatim mbi kokë, tregon studiusi mbi tregimin e ushtarit gjerman. Një moment historik për shqiptarët në Westland, Michigan. Më 28 nëntor, për herë të parë në qytetin Westland, Michigan, u ngrit flamuri kuqezi në bashkinë e qytetit. Një simbol i lirisë, krenarisë dhe identitetit tonë kombëtar. Ky moment historik pasqyron lidhjen e fortë mes komunitetit shqiptar dhe atëut dhe kontributin e shqiptarëve në qytetin mikpritës. Në Westland banojnë rreth 1178 persona me origjinë shqiptare që përbëjnë 1.40% popullsisë së vendit. Komuniteti shqiptar është pjesë e një prezence më të gjerë shqiptaro-amerikane në zonën e Detroitit, e cila historikisht është konsideruar si ndër komunitetet më të mëdha jashtë Shqipërisë. Ceremonia organizuar në një përkushtim nga zoti Leo Çaushi, që morën pjesë autoritete lokale, përfaqësues komunitetit shqiptar, familjar dhe miq.
Atmosferës i dha një dimension të veçantë interpretimi i prek shkrelit i cili me zërin e tij emocionuese bëri këtë ditë të paharrueshme. Kryetari i Bashkisë së Westlandit, Kevin Coleman, përgëzoi komunitetin shqiptar dhe theksoi rëndësinë e tyre në jetën kulturore dhe ekonomike të qytetit. Ai gjithashtu ka mbështetur nismat që njohin shqiptarët dhe kontributin e tyre dhe përfshi rezolutën që njihet datën 28 nëntor si dita e trashëgimisë shqiptare në Westland. Komuniteti shqiptar në Westland, pjesë e zonës më të gjerë shqiptaro-amerikane të Detroitit, është i njohur për aktivitete kulturore, biznese dhe angazhimin e tij social. Ngjarja e ngritjes së flamurit përshkruar nga qytetarët "We had a great time today at Albanian flag raising" ishte një reflektim i unitetit dhe krenarisë edhe për amerikanët, por që i bashkon shqiptarët në diasporë. Le të vazhdojmë të ruajmë dhe të përcjellim traditat, vlerat dhe identitetin tonë duke forcuar bashkimin e komunitetit shqiptar në Michigan, në Westland e më gjerë. Shqiponja 2 krenore fluturon në qiellin e Filadelfias. Në qiellin dhe sheshin e Bashkisë së Filadelfias u ngrit përsëri flamuri kuqezi në një ceremoni madhështore që shoqata Bite Shqipes organizon çdo vit për komunitetin shqiptar amerikan duke bërë simbol i krenarisë dhe unitetit kombëtar. Kjo veprimtari nuk është thjesht ngritje flamuri, është festë, është emocion, është rikthim të rrënjët me këngë, vallë dhe kostume kombëtare me ndjenjë gjatë shqiptarisë që zbukuron zemrën e qytetit ku lindi demokracia amerikane. Ceremoninë hapi kryetari i shoqatës Dritan Matraku, i cili përshëndeti të pranishmit, falenderoi qytetin e Filadelfias për mbështetjen që urojnë 113 vjetorin e pavarësisë, duke theksuar rëndësinë e unitetit të komunitetit. Në këtë aktivitet mori pjesë zoti Charlie Ellison nga zyra e migracionit, një mik i vjetër i shqiptarëve njohës i mirë i Shqipërisë dhe Kosovës, i cili lexoi proklamatën zyrtare të kryebashkiakës Cheryl Parker, që është shpalli 25 nëntorin si ditë e Shqipërisë në Filadelfia. Fjalë e veçantë mbajti dhe Davis Gjusi, i cili rikujtoi sakrificat e të parëve tanë, rrugtimin drejt lirisë dhe kontributin e shqiptarëve në jetën e Filadelfias. Në përsallë ndes atmosfera kuqezime, këngë valle nga gjitha trevat shqiptare, ndërsa flamuri ynë madhështor valvite krenar mbi bashkinë e qytetit. Mashship.com, dritare e re e lajmit dhe fakteve nga Bostoni. Në Boston ka nisur një nismë e re mediatike që synon të japë komunitetit shqiptar një zë të pavarur profesional bazuar vetëm në fakte. Në ditën e pavarësisë, me 28 nëntor, është lançuar sajti Mashship.com, platformë e re online në gjuhën shqipe, e cila ngrihet pikërisht aty ku dikur themelua Gazeta Historike Dielli. Iniciatori i projektit, gazetari Flamur Veza, i larguar për vitesh nga Shqipëria, thotë se synimi është krijimi një media ndryshe, larg propagandës dhe lajmeve të zbrasta. Mashship.com theksoi ai do të ofrojë vetëm informacion të verifikuar të dokumentuar me vlerë publike. Portali do fokusohet fillimisht tek aktualiteti nga Shqipëria dhe Kosova me kontributin e gazetarëve të njohur shqiptar. Një rëndësi të veçantë do të zënë zhvillimet nga Shtetet e Bashkuara, politika, ekonomia dhe çështjet që prekin drejt komunitetin shqiptar në Amerikë. Rubrika Diaspora shqiptare do pasqyrojë ngjarjet, aktivitetet dhe historitë e suksesit të shqiptarëve në të gjithë Shtetet e Bashkuara, ndërsa seksionet të tjera do mbulojnë sportin, kulturën, historitë njerëzore dhe hapësirën për bizneset shqiptare. Mashship.com hap gjithashtu dyert për opinione, analiza, mendime të pavarura, duke garantuar respekt dhe panshmëri. Do kush mund të kontribuojë me shkrime ide apo denoncime që shërbejnë interesit publik. Veza e përshkruan platformën si një lidhse mes diasporës dhe ateut, një hapësirë ku fjala e lirë dhe vërteta mbrohen si themelet të demokracisë. Diaspora shqiptare e veshur kuqezi, ngrihet flamuri në qendër të Chicagos. Në përkujtim të ditës së flamurit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë, të plakut të urtë të kombit Ismail Qemali dhe vlorës historike, në organizimin e KSH-s do të mbahet manifestimi tashmë tradicional i ngritjes së flamurit në qendrën e qytetit Richard J. Daley në Chicago. Po bëhet një shekull nga ardha e diasporës shqiptare në vendin e lirë demokracisë, këndej detit, si thoshte Derada, për të nisur një jetë dhe frymë të re të familjes shqiptare. Në qytetin e Illinois, në qytetin modern të Chicagos, diaspora ndër vite ishte një zë i fuqishëm në kërkim të lirisë, pavarësisë së Kosovës dhe përkrahjes për ndryshimin e regjimit komunist në Shqipëri për të marrë drejtimin në diellën e familjes së lirë evropiane. Në Chicago, në shekullin e kaluar dhe këto vite, pati shumë veprimtari e ngjarje për të mbajtur gjallë shpirtin e shqiptarëve, ndonse po në këtë qytet ishte thirrja e zëshme që nuk kemi tjetër atë postokës se rrënjët e shqiptarizmës janë në Shqipërinë etnike. Në rastin e festës së flamurit, po përkujtojmë veprimtarët të frymës kombëtare që ndër vite e bartën lart
e më lartë flamurinë shqiptar në Amerikë dhe në Chicago. Në udhën e gjatë të veprimtarëve përmendi Yusuf Ademi, Qazim Ismaili, Faik Harjora, Tefika Shiku, Ajet Rushit, Ilyas Drgovoja e të tjerë. Këngë e valle mes Athinës, shqiptarët festojnë 113 vjetorin e pavarësisë. Festat kombëtare të 28-29 nëntorit janë bjerë në çdo vend të botës ku ka shqiptar, por festa nuk ka munguar as në vendin fqinj. Në Greqi atje shqiptarët ka vendosur të festojnë në qendër të Athinës me këngë patriotike dhe flamurin kombëtar, pamjet ekskluzive që po i shikoni shihet atmosfera kuq e zi. Pavarësisht temperaturave të ulta, shqiptarët vendosën të gëzojnë ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Një mënyrë e veçantë që zgjodhi shqiptari për të festuar 113 vjetorin e pavarësisë në Munich, një dhuratë e veçantë për Shqipërinë. E pati Azem Aziri. Festa e pavarësisë është një datë historike që ringjall më shumë se kurdoherë ndjenjen patriotike brenda zemrës së çdo shqiptari. Më shumë me këto emocione në këtë ditë të shenjtë përjetohet nga diaspora për shkak të mallit për vendin që shoqëron bashkëdhetarët tanë në çdo moment të jetës dhe punës së tyre në vendin e huaj ku ndodhen. Një dhuratë të veçantë për Shqipërinë në 113 vjetorin e pavarësisë e pati Azem Aziri, i cili performoi në piano këngën e Vaçezelës, rrjedh në këngë ligjërime mes Muniut në Gjermani. Dashuria për atë ndjehet më tepër në mërgim, prandaj në këtë dashuri ruje e kur thesh në vendin tan, por ku ka si ti o Shqipëria ime, urime për 28 nëntor, shkruan Aziri. Në Filadelfia, komuniteti shqiptar prezanton kulturën në paradën e Thanksgiving. Në Filadelfia, për kënd bukur me festimet tona të festës kombëtare, 28 nëntorit është pjesëmarrja në paradën Holmesburg My Fair Thanksgiving Parade. Kjo paradë që për vitit 76, viti themelimit, organizohet në North East Philadelphia përgjatë Frankfort Avenue. Në këtë paradë parakalojnë grupe të ndryshme politikanë vendorë në nivel qyteti e shteti, organizata, shoqata, biznese vendore, grupe artistike, banda muzikore shkollore. Këtë vit parada u zhvillua ditën e diel me 23 nëntor, një ditë me qiell të vrentur, frynte edhe erë, por është një rast i shkëlqyer për të paraqitur para qytetarëve të Filadelfias për të shpalosur vlerat tona kombëtare, veshjet, kostumet kombëtare nga krajina të ndryshme të Shqipërisë, këngët e vallet me ritme dinamike, dhe kjo është një mundësi e mirë për ta bërë të njohur shoqatën shqiptar në Filadelfia, bashkësinë e komunitetit, nxënësit të shkollës gjuha shqipe që drejtohet nga shoqata Pite Shqipe, si ishin veshur me veshje të bukura kombëtare së bashku me prindit e bashkëkombësit e shumë marshonit shoqëruar me këngë e valle shqiptare. Gati gjithë pjesëtarët e grupit mbarëntuar e valvisin flamuj kuqezi dhe ata amerikanë. Ditën e fundit ku mbaroi parada, të gjithë grupet në pikën e fundit shfaqen një program 3 minutash, ndërsa grupi ynë vallëzonte një valle të bukur shqiptare, konferencierët paraqesin dhe bëjnë një paraqitje të shkurtër edhe për shoqatën në Filadelfia dhe në Pensilvani, edhe se cila tashmë në një godinë të vjetër shkollore në tërë shtetin qëndron në këmbë si qendër e kësaj shoqate. Lajme të tjera, FIFA prezanton rregullën e re kundër humbjes së kohës. Lojtarët që kërkojnë trajtim mjekësor 2 minuta dhe jashtë fushe. FIFA ka njoftuar një rregull të ri që synon të luftojë humbjen e qëllimshme të kohës dhe të rrisë minutazhin real të lojës. Presidenti i Komisionit të Arbitrimit Pierluigi Collina bëri ditur se çdo lojtar i dëmtuar që kërkon ndërhyrjen e stafit mjekësor do duhet të qëndrojë jashtë fushës për 2 minuta. Collina sqaroi se rregulli do zbatohet në gjitha rastet, përveç kur lojtari i ekipit kundërshtar merr karton të verdhë ose përjashtohet nga loja. Për portierët rregulli nuk do aplikohet, duke marrë parasysh rolin e tyre specifik në ndikimin që do kishte mungesa e tyre. Qëllimi i FIFA-s është të dekurajojë dëmtimet e simuluara dhe vonesat e panevojshme, duke detyruar ekipet në lojtarit dëmtuar të luajë 2 minuta në inferioritet numerik, ndërsa ndërhyrja kërkon trajtim mjekësor brenda fushës. Rregulla e re do testohet fillimisht në Kupën Arabe në 2025, e cila zhvillohet në Katar nga 1 deri në 18 dhjetor. Shqipëria renditet e 4-ta në botë, po për çfarë thoni? Për përdorimin e paras cash. Shqipëria është renditur si vendi i 4 në botë për përdorimin më të lartë paras fizike, sipas një analize globale të publikuar së fundi, e cila ka cituar në disa media financiare. Të dhënat tregojnë se 90% e pagesave në vend vazhdojnë të kryhen me cash. Raporti tregon se Shqipëria mbetet shumë prapa standardeve evropiane të përdorimit të pagesave digjitale dhe shërbimeve bankare. Kjo diferencë po kthehet në shqetësim serioz. Sipas ekspertëve, varësia kaq e lartë nga paraja fizike lidhet me disa faktorë. Shumë qytetarë ende nuk kanë qasje
ose nuk përdorin aktivisht shërbimet bankare, zonat rurale përballën me internet të dobët, shumë biznese të vogla nuk kanë POS, ekonomia informale është e përhapur dhe aspekt kulturor shumë shqiptar vazhdojnë të besojnë në shumë paras në dorë se sa sistemeve digjitale. Dhe lajmi i fundit, Dua Lipa po ndez atmosferën edhe për ekipin e femrave të Shteteve Bashkuara para lojrave olimpike dimërore në Milano Cortina 2026. Ylli shqiptar britanik i popit është protagonista e fushatës më të re të NBC Universal, ku shfaqet duke ecur me elegancë në peizazhin dimëror të Milanos, duke kaluar natyrshëm nga italishtja në anglisht. Sporti u transmetua për herë të parë gjatë paradës së ditës së falënderimeve të mesis, e tregon këngëtaren duke rëshqitur në mesditë në galerinë Vittorio Emanuele II, ndërsa përmend skatorën olimpike Lindsey Vonn, kampionen Michaela Schifrin, snowboarderen Chloe Kim dhe yllin në ngritje të patinazhit artistik Alisa Liu. E gjithë atmosfera shoqërohet nga ritmet e disco pop të hitit të saj, Training Season, e veshur me një pallto të zezë me gzov, Dua sfidon të ftohtë në barniqe në krah dhe ledhaton një haske tjetër, para se ta mbyll spotin me fjalët italisht "Shihemi atje". Joseph Lee, zëvëpresident i NBC Universal në marketingun kreativ në sport dhe argëtim u shpreh si ikonë globale e muzikës dhe modës. Dua Lipa mishëron shpirtin e Milanos, të ftohtë, të sigurt dhe nivel botror. Ky spot kap magjinë e qytetit dhe fuqinë e atletëve që të shënojnë lojrat dimërore 2026. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund edicionit tonë informativ. Miru takofshim.